Po ma se ti të bëjmë ma nuk është artë të shpija së dhe asaj dike, që mi më të mojnë po. Projekt fundit do konë fshatin Plan A në shkollë, në të bëjmë PDK-s. Jenë gjetë qëto pankartët, jenë gjetë dashishet vogla të alkoolit, të manë që përngi alkoolin se ka pikor. Një person është mbajt për një kohë, si dyshuar dhja me shpërdimin për pasurisë të huaj në rastin konkret të automjetit. Me 23 janar të këtij viti është zhduk baba dhe gati ma shumë se një vit të bënë gati. Hala nuk ka diçka konkrete as për shtetit, as për kërkuj. Thojnë djemë të punu, hetimet vazhdojnë, që u bënëm një më të mojnë, hala për gjënë, trej s'ka. Qysh ka ndodhë rasti, dhe më thonë, ku e kom të cili u ko komunikimi jëti fundit me të qka ke një mësane? Rasti ka ndodhë me të 23-in, unë e më kanë në Olqen, në Malzinë, nuk e më kanë në Kosovë, po qatë natë, me të 23-in kemi folë para orës 19 mbrëmjes, edhe u kanë të bënd PDK-s, në fshatin Plan A. Edhe për ati të bimit ka pas marrë të shpia, qysh më ka thonë mos, s'ka pas me shku kërkon, po ma se ti të bimit ma nuk është artë të shpia së dhe asaj dike, që mi më të mojnë po, një vjetë. Projekt fundit do konë fshatin Plan A në shkollë, në të bënd PDK-s. Edhe për ati po thojnë që në bazë qysh e kemi pa kamera, ka bisedu me dika në telefon, edhe pe që ti momentit të mani ka hedhë vetuars, edhe ka shku të poshtë, në drejtim Gjakovës, në bazë kamera qysh e kemi pa. Edhe ma pej asaj natë e pjesë ditës s'kem asë një kontakt, asë nuk u di ma është gjallë, asë sështë, asë qysh, asë tek, dhe ma ndendi sotit s'ka kur gjallë. Po, vetura u gjetë mrena 2 javë dite me datën 6 shkurt t'i viti, u gjetë në pej. Mrena veturës në gjetë pankarta të zgjedhjeve, jenë gjetë dhe tabela tjera, edhe u gjetë një pistolet lodër, që si gjana dhe manë të fushatës. Me ka nuk konë në kërë? Në kërë prej fshatit Plan A unë njës vetëm. Basë kamerave që kemi mund mi pa, o shkon vetëm. Deri në Kërmovik i ka ma telefonin, basë policisë që shtojnë, ato e anaj ma nuk ka kush. As ka shku, as qysh, as tek, as kush e ka pritar, me ka foli, nuk dihet dhe manë kush. Qka u gjetë mrena kërë? Mrena kërët në gjetë pankartët e akës. Na i veshje dhe qka? Nive u gjetë një gzaf, bajke për një njerë qnosh, jenë gjetë qëto pankartët, jenë gjetë dashishet vogla të alkoolit, manë që përngi alkoolin se ka pikor, jenë gjetë qësi, farë se nësh. Qa e veshje nuk u ka prindi? Jo, nuk u ka në prindi. Ajo kanë për një person gogja ma qnosh, gogja ma të ma, nuk u ka në prindi. Prindi është pak ma i zajt, e veshje nuk u ka, me vetë. A ke komuniku me organet e drejtësisë qka? Po, kemi komuniku me organet e drejtësisë, me të esi, me prokurorin. Thojnë, hetimet janë të vazhdu, jenë të kërku, po dhe në këtë ditë nuk ka për gjithë mandë, qysh si më kanë negligjencë pak e shtetit. Na pishodhën të lifaras të pëndohen, po bashkë dhe në qëtë pikë që një vjetë gati mësë më mujtë më gjetë për gjokja është qudi. Masi e kemi gjetë veturën, na kemi prit që mos po dalë dhe baba, po nuk ka dalë. Vetura u gjetë në pej. Kur na ka njoftu policia, tha veturën e kemi gjetë, është gjetë një person tjetër, jo prindi. Tani kemi vazhdu më kërku lëpana, jemi kanë ka mos, po, dhe ndi sotit kërgjë. A dyshani jo të dikush si kanë një? Po me dije jo, se kur kes nuk u kanë më kërkam. Kur të lashët s'ka pas më kërkam. Nuk mundë më dyshu të dikush ma unë që ka bon diçka. Po krej që ka mujtë më ndodhë në qatë të bëmë, që pe që aty një diçka u përzi. Po koshe qyshe tek, ato policia do të vidit ma detoje, ma mirë, ma sigur. Ata po thojnë hetimet vazhdojnë, diçka konkrete, dhe ndi sotit s'ka kush. A ka posa ta najtire për juve që mësë me u paraqit dikon, ose mësë me full për këtë rast prej organeve drejtësisë? Po ka pas pak kritika, nuk bën me fol shumë, nuk bën me dhanë detaje shumë. U kanë shumë një mirë i urt, i thjesht, i shushnoshë me gjithë, i komunikoshë me gjithë, nuk ka pas nga trejsa më kërkan, probleme më kërkan, jemi ka njerës që kemi punu në furë, që zanat që profesion e kemi, por së jemi mirë me gjonat të qia, me sanat të qia. Ma në si person nuk kanë shumë i sjellë që me i respektu shumë me ketë, ma ka pas komunikimin e mirë me ketë. Po informacionin dhe pare e marrë me datën, do më është raportuar, do më thejsh duke me datën 23 janar, pra
shkrimtarisht e kemi edhe orë, në orë 13:55 është raportuar si personi i zhdukur, që nga ajo kohë policia me njerë ka shnisur drejtim dhe ngjarje, ka në ngjarjes ka kontaktuar me personat edhe dëshmitarët e mundshëm, jem marrë dhe videogjyzime edhe dëshmi të mundshme nga lokacioni i fundit që ka qenë dhe nga lokacione tjera, po vende ku është dyshuar se ka mund të kaloj personi i zhdukur, siç dini personi kur është larguar nga vendi apo kur për shpakar të fundit ka qenë me automjet, erë me kërkim për personin dhe automjetin e tij. Pa disa kohësh automjeti është gjetë në lokacion larg vendit ka personi i zhdukur dhe është sekuestruar. Një person është mbajtur për një kohë si dyshuar lidhur me shpërndimin për pasurisë së huaj në rastin konkret të automjetit. Policia që nga ajo kohë kam punuar pa ndërprer në bashkëpunim me të ngushtë me prokurorin, pa ndërprer në mbledhje prova dëshmive dhe me të gjitha informacionet të mundshme me qëllim që ta dërgojnë te personi.